40% të rinjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët janë në moshën 18 vjeç, pinë duhan dhe shumica prej tyre janë të moshës 13 vjeç. Ministri për çështje evropiane të Finlandës Joakim Strand gjatë vizitës në Shkupin kurajoi vendin që të zbatojë ndryshimet kushtetuese. Të punësuarit e kompanive Floracom dhe Luna kërkojnë që t'u lëshohen pagat e muajit gusht. Anija e shkëputur mikeno e flotiljes globale Sumut ka arritur në ujërat territoriale të Gazës. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në një punëtori të mbajtur sot në Shkup janë shpalosur të dhëna shqetësuese për nivelin e përdorimit të duhanit. Sipas të dhënave, 40% e fëmijëve në moshën 18 vjeç pinë duhan. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se parandalimi në moshë të re është çelësi për të shmangur keqpërdorimin me substanca të dëmshme si alkooli e cigarat. 40% të rinjëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët janë në moshën 18 vjeç, pinë duhan dhe shumica prej tyre janë të moshës 13 vjeç. Gjë që e rëndit RMV ndër vendet me shkallën më të lartë të pirjes së duhanit, tregojnë të dhënat alarmante nga punëtoria e sotme rajonale, forcimi i bashkëpunimit në mes mediave, ekspertëve dhe institucioneve për politika më të mira të kontrollit të duhanit dhe mbrojtje të shëndetit publik në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Analitika. Tamara Miovic Spasova nga kjo organizat tha se RMV ende rënditet si një nga vendet me një nga normat më të larta të pirjes së duhanit dhe se shqetësuese janë statistika që tregojnë se të rinjt fillojnë të pinë duhan që në moshën 13 vjeç. Fakti që na shqetëson dhe që tregojnë analizat tona është se të rinjt në Republikën e Maqedonisë së Veriut tregojnë një shkallë serioze të pirjes së duhanit. Ajo që mund të bëjmë si një grup ekspertësh dhe si shoqëri e tërë është të reagojmë në mënyrë të përshtatshme. Së pari, të rinjve nën 18 vjeç u ndalohet shitja e cigareve dhe ky rregull ligjor duhet të respektohet. Gjëja më e rëndësishme është që edukimi dhe parandalimi të fillojnë që në moshë shumë të re. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se parandalimi në moshë të re është çelësi për të shmangur keqpërdorimin me substanca të dëmshme, si alkooli e cigaret. Keqpërdorimi i duhanit dhe cigareve elektronike tek të rinjt ka një efekt të dëmshëm në shëndet. Ne duhet ta parandalojmë këtë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria po ndërmarrin hapa të caktuar kryesisht për parandalim, me qëllim që të shmangen kostot e trajtimit në vitet e mëvonshme. Në ligjet e reja për arsimin fillor dhe të mesëm i kemi detyruar shkollat të zbatojnë programe kundër diskriminimit, kundër dhunës, kundër delinkuencës së të miturve, por edhe kundër keqpërdorimit të këtyre substancave, pra duhanin, alkoolin dhe drogën. Sipas statistikave të Institutit të Shëndetit Publik, 45.4% e qytetarëve janë duhanpirës aktiv. Kjo është dukshëm më shumë se në rajonin evropian, ku numri i duhanpirësve është 25%. Ministria e Shëndetësisë është në pritje të raportit të përgatitur nga ekspertët e angazhuar për vdekjen e vajzës 7 vjeçare e cila humbi jetën në spitalin e Tetovës. Ministri Azir Aliu tha se komisioni përbër prej 5 mjekëve të angazhuar nga ministria kanë kryer inspektim në spitalin privat, po edhe në spitalin e Tetovës dhe tani pritet vetëm raporti. Pas ngjarjes tragjike, familjarët e të ndjerës kanë akuzuar mjekët për trajtim të gabuar dhe për faktin se nuk e kanë transferuar në kohë në qendrën klinike në Shkup për kujdes më të avancuar. Sipas dëshmive të familjarëve, gjendja e vajzës ishte përkeqësuar shpejt, por ekipi mjekësor nuk kishte ndërmarrë masat e nevojshme për të nisur më njëherë në një qendër më të specializuar. Procedurat administrative kanë mbaruar, komisioni i përbër nga 5 mjek nga Ministria e Shëndetësisë kanë mbaruar me vizitën edhe në ordinancën private edhe në spitalin e Tetovës. Presim që tash të përfundon raporti dhe të na e dorëzojnë.
Ministri i Çështjeve Evropiane të Finlandës po e viziton Shkupin, ku ka deklaruar se Maqedonia e Veriut duhet të ecë me vendosmëri në rrugën e reformave, sidomos të luftojë krimin dhe korrupsionin. Ai gjithashtu shpreh se inkurajon vendin që të realizojë ndryshimet kushtetuese dhe shpreson që Republika e Maqedonisë së Veriut së shpejti do të mund të hapë klasterin e parë. E inkurajojmë Maqedoninë e Veriut që të vazhdojë të realizojë reformat e nevojshme, sidomos në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Kjo ishte porosia e ministrit për çështje europiane të Finlandës, Joakim Strand, gjatë qëndrimit të tij zyrtar sot në Shkup. Ai gjithashtu shpreh se inkurajon vendin që të realizojë ndryshimet kushtetuese dhe shpreson që RMVS shpejti do të mund të hapë klasterin e parë. Pas takimit me ministrin Orhan Murtezani u shpreh se me punën e tij nuk shqetësohet se Maqedonia e Veriut do të ngecë në rrugën europiane, por mendon se mund t'i afrohet Shqipërisë dhe Malit të Zi. E di që Malizi dhe Shqipëria po lëvizin shpejt dhe janë një shembull i mirë për të gjithë Ballkanin perëndimor, por këtë e shoh vetëm si moment pozitiv nëse vazhdoni të punoni me ambicien që e keni dhe rezultatet që jep ministri Murtezani nuk shqetësohem se do të ngecni, madje mendoj se do të përshpejtoni dhe do të afroheni këtyre dy vendeve. Lidhur me deklaratën e kryeministrit se pas vitit të ri do të bëhen përpjekje për antarësim në BE, ministri për çështje europiane Orhan Murtezani theksoi se aktualisht nuk mund të flasë shumë për shkak se vendi ndodhet në periudhë zgjedhjesh, por bëri me dije se kanë vendosmëri për të ecur këtë proces përpara. Për shkak se momentalisht jemi në fushat zgjedhore, gjithçka që e themi mund të merr kontekst të caktuar dhe të dëmtoj procesin. Ajo që është me rëndësi është që te kryeministri, te qeveria ekziston vendosmëri serioze dhe interesim që pas zgjedhjeve të bëhen hapa konkret për tejkalimin e këtij problemi. Krahas porosive që dha ministri Joakim Strand, kërkoi falje që e sollën motin e Finlandës në Shkup. Nën kryetari Tikës, Mahmut Çevik, së bashku me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Turqisë, Kadir Oskaya, në krye të një delegacioni të lartë nga Turqia, ka realizuar takim pune me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Darko Kostadinovski. Agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim Tika ka ofruar mbështetje teknike për digitalizimin e sallës së mbledhjeve të gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Nën kryetari Çevik theksoi se ky institucion ka mbështetur rreth 1300 projekte në Maqedoninë e Veriut, ndërsa 30% e tyre i përkasin fushës së drejtësisë. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë për shkaqe teknike, do të vazhdojmë me një lajm tjetër, forcimi i Ukrainës, situata e përgjithshme e sigurisë në Evropë dhe mundësitë për një kontinent evropian më të fortë dhe më të sigurt në realitetin aktual gjeopolitik janë temat kryesore të takimit të sotëm të komunitetit politik evropian në Kopenhagen, në të cilën merr pjesë edhe presidentja Gordana Siljanovska Davkova. Parafjalës së saj që do të ketë në këtë takim, presidentja Siljanovska në një deklaratë të shkurt u shpreh se më shumë kemi nevojë për politikën e së mundurës se sa këtë që po e jetojmë. Panelin do ta drejtojë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ne kemi nevojë për politikën si artin e së mundurës, në vend të politikës që po jetojmë sipas së cilës lind pyetja: kush, kur dhe si fiton. Kemi nevojë më shumë për kantizëm se sa makiavelizëm. Kandidatët për kryetar të qytetit të Shkupit, Skender Recep Zejdi dhe Bashkim Bakiu kanë shfalosur vizionin e tyre për kryeqytetin. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim premtoi ndër të tjera një aplikacion unik ku qytetarët do të mund të kryejnë të gjitha shërbimet administrative. Kandidati i koalicionit Vlen tha se pjesë e programit të tyre është zhvillimi barabartë i të gjithë komunave.
Në emisionin Debat në shenja, i ftuar kandidati i AKI-s për kryetar të qytetit të Shkupit, Skender Recep Zejdi, shpalosi vizionin e tij për këtë fushatë zgjedhore. Ai premton një Shkup të rësisht të digitalizuar dhe modern. Veçanërisht premtoi një aplikacion unik ku qytetarët do të mund të kryejnë të gjitha shërbimet administrative, të ndjekin buxhetin publik në kohë reale dhe madje të kontrollojnë çdo tenderim përmes një brusmani të pavarur, ku ky digitalizim do të përfshihet edhe në trafik, duke instaluar sensor për parking nëpër çdo rrugë. Ndërsa në lidhje me numrin e pakët të përfaqësimit të shqiptarëve në Këshillin e qytetit, Zejdi u shpreh se është për shkak të mosdaljes së votimeve në komunat shqiptare, por ai beson se këtë herë kjo do të ndryshojë. Në vendbanimet komunat shqiptare jetojnë edhe etnitete tjera, të cilët duhet dhe mos të bëjmë një ofertë reale, programore, që të kenë arsye pse të na përkrajnë ato neve edhe në kuadër të qytetit të Shkupit. Dhe këso lloj ofertash në vazhdim do t'u japim atyre dhe jam më se i bindur që në këto zgjedhje do jenë me numër më të madh të këshilltarëve shqiptar nga të gjitha zgjedhjet deri sot. Do jemi dëshmitar gjithë këtë së bashku do e ndajmë. Nga ana tjetër, kandidati i Vlenit për qytetin e Shkupit, Bashkim Bakiu, në emisionin Debat në shenja, tha se ekziston diskriminim në aspekt të investimeve në qytetin e Shkupit. Ai tha se pjesë e programit të tyre është zhvillimi i barabartë të gjithë komunave, që nënkupton sa kontribojnë aq edhe të marrin në kthim. Ndërkaq, ka deklaruar se në bazë të anketave të fundit, mundësitë që ai të dalë në raundin e dytë janë të mëdha. Vi për një komune ku fatkeqësisht 4 vitet e fundit është e diskriminuar edhe në aspekt të kontributit të taksave të pronës. Është interesant se si zbatohet dhe si funksionon decentralizimi fiskal. Do të thonë, aq sa kontribohet nga komuna në qendër, do të thonë në Rom, aq 95% kthehet si investim. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur për komunën e Sarajit. Sipas Bakiut, nëse ndodh kjo, atëherë gjithçka do të ndryshojë. Nga ku ai po ashtu premton duke paralajmëruar se ka 2 forma të subvencionimit për bizneset e vogla dhe të mesme. Posaçërisht, Bakiu tha se në plan programin e tij është parashikuar që t'ju ndihmohet këtyre subjekteve. Në vazhdën e fushatës zgjedhore, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami ka inspektuar punimet në blokun urban 70, prej ku deklaroi se epoka e Tetovës së rënuar dhe me gropa ka marrë fund, ndërsa qyteti po hyn në një fazë të re të zhvillimit infrastrukturor. Siç paralajmëroi Kasami, që garon për mandatin e dytë të Tetovës, vetëm në blok 70 komuna ka bërë një investim prej 15 milion denarësh, mjete me të cilat sipas Kasamit është arritur transformimi i plot i lagjës në fjalë e cila për vite të tëra kishte mbetur e harruar nga pushteti më parshëm. Pasi numëroi projektet që po realizohen, Kasami tha se në total komuna dhe qeveria po investojnë në Tetovë rreth 430 milion denar ose mbi 7 milion euro për infrastrukturën bazë dhe ndërtimin e rrugëve moderne. Sot, lagje pas lagje, Tetova po transformohet dhe po merr pamje tjetër. Sot erdha të shoh punimet në blok 70, një lagje harruar nga pushteti më parshëm me shumë probleme infrastrukturore. Në bashkëpunim me qeverinë me një investim prej 15 milion denar, arritëm një transformim të plot të blokut urban 70. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Tetovës Bajram Rexhepi ka zbuluar programin 4 vjeçar, të cilin do ta realizojë në rast se fiton zgjedhjet e 19 tetorit. Rexhepi ka deklaruar se programi i tij nuk është një listë me premtime boshe, por një plan konkret me objektiva të arritshme. Tha se programi i tij përbëhet prej 3 shtyllave kryesore, edhe atë zhvillimi urban dhe infrastruktura, zhvillimi ekonomik dhe arsimi, si dhe administrata digjitale e hapur për të gjithë qytetarët. Sipas Rexhepit, Tetova ka jetuar dhe vazhdon të jetojë me një plan urbanistik të vjetruar që daton nga viti 2003. Ai shton se për shkak të planit të vjetruar, Tetova ka humbur dhe vazhdon të dëmtohet ekonomikisht. Premtoi se me ardhjen e tij në krye të pushtetit lokal, Tetova do të ketë plan të ri detaj 2026-2036. Në këtë bazë do të ndërtojmë edhe një qytet të gjelbërt, modern dhe të jetueshëm. Një projekt madhor është transformimi i kazermës në një qendër institucionale dhe një park qyteti. Mbi 190.000 metra katror hapësirë publike
do të kthehen në shërbim të qytetarëve, të institucioneve të përqendruara në një vend. Kandidati VMRO DPMNE-s për kryetar të Shkupit Orce Gjorgjevski ka prezantuar një nga projektet kryesore të programit të tij për zgjidhjen e problemeve të trafikut në kryeqytet. Ai ka premtuar ndërtimin e një kryqëzimi të ri në lagjen Hipodrom që sipas tij do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen dhe do të zvoglojë bllokadat në këtë pjesë të qytetit. Kryqëzimi i ri do të lidhet drejt për drejt me rrugën Proletna Ofanziva, që është një rrugë më të frekuentuarat nga automjetet që vinë nga Kumanova, Velesi, tha Gjorgjevski. Projekti sipas tij do të jetë një ndërhyrjet më të rëndësishme infrastrukturore për Shkupin dhe synon të modernizojë qasjen ndaj menaxhimit të trafikut urban në kryeqytet. Në këtë mënyrë do të eliminojmë kolonat e gjata në hyrje të Shkupit. Në të njëjtën kohë, përmes bulevardit Aleksandër Makedonski do të mundësohet lëvizje e lirë dhe e shpejtë e veturave në drejtim të autokomandës, me çka do të lirohet e gjithë pjesa lindore e qytetit të Shkupit. Me këtë, jo vetëm që do të zgjidhet problemi i përditshëm me kolonat, por do të modernizohet infrastruktura e qytetit dhe do të lehtësohet edhe qasja në zonat industriale, por edhe në zonat e banuara. Kandidatja e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë për qytetin e Shkupit, Kaja Shukova, ka zbuluar 20 projektet prioritare që do të realizohen në kryeqytet nëse ajo arrin të fitojë zgjedhjet e 19 tetorit. Ajo ka deklaruar se Shkupi si qytet duhet dhe mund të jetë më i pastër, më urban dhe më modern për të gjithë qytetarët që jetojnë në të. Thotë se projektet e saj nuk janë vetëm projekte në letër, por janë zgjidhje reale për problemet me të cilët përballemi në përditshmëri. Këto projekte përfshin çdo sferë dhe çdo cep të qytetit, nga trafiku tek kultura dhe nga ndotja e ajrit tek hapësirat publike, rrugë dhe transport publik të shpejtë. Do të zgjidhim problemin e kaosit urbanistik dhe do të kursejmë mira orë të cilët qytetarët i kanë humbur në kolona, urë në Karposh 4, në nënkalim tek Nën Limag dhe ura Kombet e Bashkuara, janë në mesin e 10 projekteve më të rëndësishme të trafikut, që do të përmirësojnë lëvizshmërinë dhe do të përmirësojnë mobilitetin në qytet. Zona 30, siguria e fëmijëve tanë është në vendin e parë, prandaj në rrugët Partizanska, Dimitria Çupovski dhe disa të tjera, shpejtësia do të jetë kufizuar në 30 km në orë. Fushatën për kryeqytetin e ka vazhduar edhe kandidati i Levicës Amar Mecinovic, i cili me fillim të fushatës ka premtuar gjithashtu rregullimin e çështjes së transportit publik, kaosit urbanistik, por edhe problemeve tjera me të cilët ballafaqohet kryeqyteti. Mecinovic ka deklaruar se koncepti i Levicës dallon nga partitë tjera dhe se për dallim nga të tjerat, ata do të jenë në teren për të diskutuar me çdo qytetar pa doreza dhe pa filtra. Kandidati për kryeqytetin ka deklaruar se Levica 20 ditët e fushatës do t'i kalojë në rrugë, duke bashkëbiseduar me votuesit dhe nuk do të jetë nëpër studio të shtrejta për të premtuar. Shtoi se qëllimi i tij është që të ndryshojë konceptin e Shkupit dhe të jetë gjithnjë afër qytetarëve. Gjatë kësaj fushate, ne do të jemi në mesin e qytetarëve, na u ndalua mundësia për të reklamuar në media, por kjo do të thotë se 20 ditët e ardhshme ne do t'i kalojmë në rrugë nga mëngjesi gjerë në darkë, pa bina, pa manifestime glamuroze. Të gjithë shkupianët do të mund të bashkëbisedojnë me ne, sepse qeverisja lokale e qytetit edhe pas zgjedhjeve do duhet të kthehet në teren dhe të bashkëbisedojë dhe të bashkëpunojë me qytetarët. Kandidatja Mariana Çupić ka zbuluar se është përpjesë e listës të pavarur të bashkuar për këshilltar të komunës Qendër. Përmes një video, Çupić ka zbuluar vizionin e saj për komunën në të cilën ngaron. Ajo ka deklaruar se dëshiron një komunë transparente, të hapur dhe komunë e cila do të punojë në mënyrë të përgjithshme dhe do të jap llogari para qytetarëve. Mariana Çupić thotë se është kundër që komuna të punojë për interesa politike dhe individuale dhe të anashkalojë qytetarët, ndërsa shton se është edhe do të mbetet e përkushtuar për të sjellë ndryshimin e nevojshëm në komunën e cilën ajo garon si pjesë e listës qytetare të pavarur të bashkuar.
Proizlego edhe në prirodno beduvanje. Besoj në forcën e qytetarëve të cilët do të ndikojnë në zhvillimin e komunës së tyre. Unë mbetem e përkushtuar të punoj për pushtet lokal transparent. Arsimin e lartë e kam për menaxhment dhe përvojë të gjatë në sport me më shumë të arritura dhe suksese, dhe për më shumë se 20 vite përvojë pune në administratën publike. E gjithë kjo përvojë më bën që t'i vlerësoj dhe mbështes iniciativat për zhvillim të komunës. Pavarësisht motit të ftohtë dhe me shi të punësuarit e Floracom dhe Luna, që janë kompani filiale të parqe dhe gjelbrime, sot kanë dalur sërish në protestë për shkak se nuk kanë marrë ende pagën e muajit gusht. Përpos lëshimit të pagave, ata kanë adresuar edhe disa kërkesa të tjera. Të punësuarit e kompanive Floracom dhe Luna kanë paralajmëruar kallëzim adekuat kundër udhëheqësisë së kompanive për shkak se, siç thonë ata, janë detyruar në mod të tillë të dalin në protesta për shkak të pagave të papaguara nga muaji gusht. Kryetari i Sindikatës së Hotelerisë dhe Turizmit Stojanxhe Kashikovski tha se nga dita e djeshme të punësuarit kanë ngelur edhe pa sigurim shëndetësor dhe se në mesin e tyre ka persona me sëmundje kronike apo pacient onkologjik, të cilët kanë ngelur pa terapi. Të punësuarit e kompanive Floracom dhe Luna sot sërish dolën në protesta për shkak të pagave të papaguara nga muaji gusht me bllokim të bulevardit Ilinden. Ditën e djeshme të gjithë të punësuarit edhe nga ndërmarrja publike, parqe dhe gjelbrim dhe të dy kompanit në fjalë bllokuan më shumë udhkryqe dhe në atë mënyrë shprehëm revoltën tonë për pagat. Protesta që i mbajmë 3 ditët e kaluara ishin të fryqshme, por pagat u lëshuan vetëm për të punësuarit në ndërmarrjen publike, parqe dhe gjelbrime, ndërkaq për 2 kompanit si motra jo. Kashikovski tha se nëse gjatë ditës së sotme nuk paguhen pagat për këta punëtor, protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Ata po ashtu kërkojnë përmirësim të kushteve, përkatësisht pagesës të K15, shpërblim jubilar, shtesa për vitin e ri dhe shpërblim i largimit nga puna për punëtorët që u përfundon marrëdhënia e punës. Banorëve të komunës të Butelit sërish u jepet premtim se do të kenë poliklinik në këtë komunë. Përkatësisht, Ministri i Shëndetësisë dhe kryetari i komunës të Butelit paralajmëruan se për 2 muaj do të vihet gur themeli për këtë poliklinik, ndërsa do të ndërtohet për 18 muaj. Poliklinika do të ndërtohet në vendin e ambulantës pranë ndërtesës së komunës. Ministria e Shëndetësisë dhe Komune e Butelit kanë paralajmëruar sot fillimin e procedurës për ndërtimin e poliklinikës së re në këtë komunë. Kryetari i Butelit Darko Kostovski tha se sot komuna ka shpallur thirrje publike për ndërtimin e poliklinikës. Sipas tij, fushata zgjedhore nuk e pengon komunën që të nisë procedurën tenderiale dhe ai theksoi se e njëjta do të fillojë të ndërtohet menjëherë pasi të përfundojë procedura për zgjedhësit të kompanisë që do të ndërtojë dhe deklaroi se e njëjta pritet të lëshohet në përdorim brenda 18 muajsh. Të gjitha procedurat janë në bazë ligjore, është gjithçka pastër se përndryshe nuk do e bënim. Presim që pasi të përfundoj procedura tenderiale, kur të zgjidhet edhe kompania ndërtuese, menjëherë të vendosen edhe themelet, jo më gjatë se 2 muaj prej tani. 18 muaj është afati sipas afateve për ndërtim, kështu që jam i sigurt se do të arrijmë që të ndërtojmë në bazë dhe brenda afateve kohore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu paralajmëroi se pavarësisht mungesës së kuadrit në institucionet publike shëndetësore, ai do të sigurojë mjaftueshëm mjek dhe infermier që do të ofrojnë shërbime duke filluar nga kujdesi primar, ashtu edhe nga i dytësor në këtë poliklinik. Të krijohet një infrastrukturë moderne, një ndërtesë, një poliklinik me 2 katë që do të ketë shërbime nga shërbimet bazë shëndetësore, stomatologjike, për ginekologji, për pediatri, për aspektet e dhënjes shërbimeve klinike dhe konsultative, gjithashtu laborator biokimik dhe kabinet për radiologji, pra shërbimet do t'jenë më afër qytetarëve, me këtë urojmë që qytetarët kenë shërbime edhe cilësore dhe në kohë reale. Sipas informacioneve të dhënë nga komuna, poliklinika e re do të ndërtohet në vendin e ambulancës modulare që është në funksion aktualisht. Ndërtimi i saj do të kushtojë në total 117 milion denar. Ndërtimi i poliklinikës së re është premtuar në disa cikle parazgjedhore nga kryetarë të ndryshëm të komunës, përfshirë edhe ata aktual.
Vendi është e përfshirë nga një rënje ndjeshme e temperaturave, ndërsa ajri ftohtë ka rikthyer atmosferën e vjeshtës. Temperatura minimale në vend pritet të jetë në interval prej 6 deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të arrijë prej 7 deri në 13 gradë Celsius. Pas ditëve me diell dhe temperatura të larta, vendi është përfshirë nga një rënje e ndjeshme e temperaturave. Ajri i ftohtë ka rikthyer atmosferën e vjeshtës. Nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike paralajmëruan se do të fryjë edhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi verior. Posaçërisht në Shkup, ata njoftuan se temperatura minimale do të ulet në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 11 gradë Celsius. Temperaturë minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrijë prej 7 deri në 13 gradë. Në Shkup, moti do të jetë me vranësira dhe i ftohtë dhe me rreshje të kohë paskoshme të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 11 gradë Celsius. Ndërkaq në viset malore, ata paralajmëruan se rreshjet e shiut do të kalojnë në rreshjet e dëborës. Nga ku tashmë, veç se shihet bora e parë në vendbanimet më të larta si Lazaropole, Broshtic, zona e Zhupës së Epërme, në fshatin tatar Elvec mbi qytet, si dhe në Mavrov dhe në Kodrën e Diellit. Anija e shkëputur Mikeno e flotiljes globale Sumut ka arritur në ujërat territoriale të Gazës. Sipas gjurmuesit zyrtar të flotiljes, Anija ka hyrë në ujërat territoriale të Gazës, megjithatë sinjali gjurmimit me anijen humbi kur ishte rreth 9.3 milje detare nga Gaza. Nuk ka informacion të qartë, ndërsa nëse anija është sulmuar dhe tërhequr, është shmangur forcave izraelite ose nëse ka ndonjë gabim me gjurmuesin. Organizatorët thanë se forcat detare izraelite sulmuan flotiljen ndërkombëtare të ndihmës që shkonte për rripin e Gazës, së rrethuar dhe arrestuan 223 aktivistë në bord. Aktivistët në anijet e sulmuara nga Izraeli ishin të kombësive të ndryshme, përfshirë spanjoll, italian, brazilian, turq, grek, amerikan, gjerman, suedes, britanik, francez dhe shumë të tjerë. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, në një adresim për media në kuadër të samitit të Komitetit Politik Evropian që mbahet në Danimark, tha se Rusia dhe alatja e saj, Serbia, po paraqesin kërcënim për Kosovën duke i bërë thirrje BE-s të mos e shpërblej Beogradin. Osmani para nisjes së samitit tha për gazetarët se ky samit do të jetë mundësi e madhe për të diskutuar rreth kërcënimeve që vijnë nga Rusia në botë si dhe nga Serbia në rajonin e Ballkanit. Presidentja kosovare deklaroi se Beogradi kopjon veprimet e Moskës, duke quajtur atë satelit të Rusisë. Osmani ka thënë se nuk mund të trajtosh njërin si agresore, tjetrin si partner të paqes. Duhet të themi se vetëm uniteti nuk mjafton, ka nevojë të vazhdueshme për konsistencë për të marrë me agresor dhe diktator. Janë aktualisht dy rreziqe kyç të sigurisë që janë duke ardhur kundër shteteve në kontinentin ton. Një vjen nga Rusia, tjetra veçanërisht në rajonin ton vjen nga sateliti i Rusisë. Zgjatja e Rusisë në rajonin ton, Serbia. Mendoj që është e nevojshme konsistenca nga BE-ja që të merren me të dy agresorët, sepse nuk mund të trajtosh njërin si agresor dhe tjetrin si partner të paqes. Me lajme për shkëndijën e mbyllim edhe këtë edicion informativ, faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshi.